sa mbështetje financiare dhe infrastrukturore ka ose keni ju realisht? Duhem thënë dy gjëra. E para njerë, ky është një sport shumë i shtrenjtë, është një sport që kushton jashtëzakonisht shumë, që i kushton dhe familjeve të sportistëve jashtëzakonisht shumë. Ne jemi federat me një buxhet fiks shumë të vogël, 150.000 euro si vjet, që është, duhet thënë që është rritur 2 fish, 3 fish me çka qenë, se ka qenë fare qesharak. Po falë rezultateve, janë rezultatet dhe ne duhet të përshëndesim dhe të falenderojmë ministrinë, po përsëri është e pa konceptueshme në zyrat e administratës shtetërore niveli që ne kemi arritur dhe niveli i këtij sporti, sa buxhete ka. Por t'ju dhënë disa shifra, pra ne jemi federat me 150.000 euro buxhet, kur konkurrentët tanë janë me miliona, flasim 150 milion euro. Por si vjet duhet thënë dhe një fjalë shkëlqyer për Ministrinë e Sporteve, që e mbështeti programin olimpik të Lara Kulturit me një shumë 300.000 euro, që është për t'u admiruar, sepse pa të shumë, po ju them, ne nuk do të kishim këtë ambicie.